Pyetja e ditës për sot është: sa herë në ditë ti e ze veten me faj? Sa herë e kritikon dhe bën për të tjerët, por harron veten? Sa herë e ndërshkon për gabimet që ke bërë deri tani? A e dinje që gjithë kjo kritikë, faj, ndërshkim që i bën vetes është një energji që të bllokohet në trupin tënd dhe ai bllokim energjie të kthehet në sëmundje? Në qoftë se dhe ti e shikon veten që për diçka e bën me faj, e kritikon, e ndërshkon, ke problem të vogël ose të madh me shëndetin tënd, e shëndeti është trupor, mendor dhe shumë të tjera, atëherë bëhu pjesa e Zoomit falës që do bëjmë ditën e enjte, data 29 janar, ora 8 në darkë me orën e Shqipërisë, 9 me të Greqisë. Ju dua shumë dhe atje do flasim dhe do shikojmë si do ta lironi atë fajin, ndërshkimin, kritikën që i bëni vetes. Edhe e shumta nuk është edhe tuaja. Ju dua shumë, ditë të mbarë.